Kanoni i lek Dukagjinit është një nga trashëgimit më të veçanta të kulturës shqiptare. Ai nuk ishte i shkruar për shumë kohë, por jetonte në mendjen dhe zemrën e njerëzve, duke u trashëguar brez pas brezi. Në mungesë të shtetit dhe ligjit, kanoni ishte kodi i pashkruar që rregullonte çdo aspekt të jetës, nga martesa, mikpritja dhe nderi, deri te gjakmarrja dhe pasuria. Për shekuj, shqiptarët e ndiqnin me besnikëri, shpesh duke e parë si më të fortë se çdo ligj tjetër. Sot, shumë nga rregullat e tij duken të çuditshme apo edhe të frikshme, por ato na tregojnë si mendonin, jetonin dhe ruanin identitetin e tyre të parëtan. Le të zbulojmë bashkë 10 prej rregullave më misterioze të kanonit. Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Një nga rregullat më të famshme të kanonit thotë: shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut. Ky ligj i shenjtë e ngrinte mikpritjen në një nivel mbi natyror. Nëse dikush trokiste në derën e një shtëpie, ai kishte të drejtë të hynte dhe të pritej me nder, pavarësisht nëse ishte i huaj, i varfër apo edhe armik. Refuzimi i mikut konsiderohej turpi më i madh dhe shkelje e rëndë e kanonit. Miku futej brenda, i ulej në sofër dhe merrte bukë, krip e stre. Gjatë kohës që qëndronte në atë shtëpi, askush nuk kishte të drejtë ta prekte, edhe nëse ishte i kërkuar për gjak. Ky rregull tregonte jo vetëm bujarinë, por edhe madhështinë e konceptit të nderit. Mikpritja ishte garanci e nderit të burrit dhe e respektit të gjithë komunitetit. Sot, shqiptarët njihen ende për mikpritjen e tyre, por dikur, nën kanon, ajo kishte fuqi të shenjtë dhe mbante themelet e shoqërisë. Besa dhe fjala e dhënë. Një tjetër rregull i fuqishëm ishte ai i besës, fjala e dhënë që nuk shkelej kurrë. Në kanon, besa ishte ligj, më e fortë se çdo dokument i shkruar apo marrëveshje politike. Nëse një njeri jepte besën, kjo do të thoshte siguri absolute. Askush nuk guxonte ta vriste, ta dëmtonte apo t'i cenonte jetën gjatë kohës që zgjaste fjala. Shkelja e besës ishte turpi më i madh që i bënte një njeriu të humbte nderin përgjithmonë. Ka histori të shumta ku dy familje në hasmëri ndalonin përkohësisht gjakmarrjen për shkak të besës së dhënë. Për shembull, nëse një dasmë mbahej në fshat, familjet armike i jepnin njëra tjetrës besë për të mos prekur askënd derisa festa të mbaronte. Besa ishte mekanizëm sigurie në një shoqëri ku nuk ekzistonte shteti ligjor. Sot, fjala e dhënë shpesh nuk ka të njëjtën peshë, por për shqiptarët e kanonit, ajo vlente më shumë se jeta vetë. Ishte një rregull që mbante paqen mes armiqve dhe e bënte fjalën shqiptare sinonim të besimit dhe burrërisë. Nderi mbi gjithçka. Në kanon, nderi nuk ishte thjesht një vlerë morale, ishte baza e ekzistencës. Njeriu pa nder nuk kishte asnjë vlerë, nuk respektohej nga askush dhe shpesh përçmohej si i vdekur në sytë të shoqërisë. Një fyrje e thjeshtë, një fjalë e rëndë ose një shkelje e vogël e nderit mund të sillte pasoja tragjike, sepse çdo burr ishte i detyruar ta mbronte me çdo kusht. Nderi i përfshinte të gjitha: sjelljen, mikpritjen, fjalën e dhënë, marrëdhëniet me të tjerët. Në shumë raste, njerëzit flijonin pasurinë ose edhe jetën për të ruajtur nderin e tyre dhe të familjes. Një burr që nuk mbronte nderin nuk kishte vend në shoqëri. Ky koncept e bënte jetën shqiptare të ashpër, por edhe e forconte ndjenjen e përgjegjësisë. Sot, kur nderi shpesh shihet si një ide abstrakte, në kanon ishte më i rëndësishëm se vetë jeta. Gjaku lahet me gjak. Ligji i gjakmarrjes është një nga më të frikshmit dhe më të njohurit e kanonit. Nëse dikush vritej, familja e viktimës kishte të drejtë të merrte gjakun duke vrarë një burr të familjes kundërshtare. Ky zinxhir hakmarrjesh mund të zgjaste me dekada, duke përfshirë breza të tërë. Edhe nëse vrasësi kishte vdekur, gjaku kërkoi tek të afërmit e tij meshkuj. Në disa raste, hakmarrja nuk ndalej kurrë dhe shndërrohej në një cikël pa fund. Megjithatë, ky ligj nuk shihej si thjesht dhunë, por si drejtësi. Gjaku duhej larë që nderi të mos humbiste. Kjo praktikë e bëri kanonin të famshëm në botë, por edhe një simbol të frikës dhe të përçarjes. Sot, gjakmarrja është e dënueshme nga ligji i shtetit, por në disa zona ende mbeten gjurmë të saj, si një plagë e vjetër që nuk shërohet lehtë. Gratë nuk vriteshin në gjakmarrje. Një rregull i veçantë ishte se gratë dhe fëmijët nuk përfshiheshin në gjakmarrje. Nëse një burr vrahej, hakmarrja bëhej vetëm ndaj burrave të familjes kundërshtare.
Gratë ishin të paprekshme, edhe nëse jetonin në të njëjtën çati. Kjo u jepte atyre një status të veçantë, nga njëra anë ishin të nënshtruara në shumë drejtime, por nga ana tjetër kishin një mbrojtje që burrat nuk e gëzonin. Në disa raste, gratë bëheshin ndërmjetëse për pajtim, sepse askush nuk guxonte t'i dëmtonte. Ky rregull tregon kontrastin e madh të kanonit, njëkohësisht i ashpër dhe mbrojtës, i dhunshëm dhe i drejtë. Për shumë studiues, kjo është një dëshmi e kompleksitetit të kulturës shqiptare. Buka dhe bari i mikut nuk preken. Në një shoqëri malore, ku jeta ishte e vështirë, ushqimi kishte një vlerë të shenjtë. Kanoni e ngrinte bukën, kripën dhe barin në një nivel të paprekshëm. Asnjë burr nuk mund të mohonte bukën për një mik apo për një të huaj. Edhe armiku më i madh, nëse hynte në shtëpi dhe kërkonte bukë, nuk mund të refuzohej. Po ashtu, bari, ushqimi për bagëtin, konsiderohej i shenjtë. Vjedhja e bukës ose e barit ishte një nga turpet më të mëdha dhe dënohej ashpër, madje shpesh më rënd se disa krime të tjera. Ky rregull lidhej me realitetin e jetës, pa bukë dhe pa bar, një familje ose një fshat rrezikonte të shuhej. Mikpritja e bukës dhe e barit ishte një garanci që shoqëria të mbijetonte. Mosprekja e grave dhe fëmijëve të armikut në shtëpi. Një tjetër rregull i veçantë lidhej me mikpritjen. Nëse një grua apo fëmijë hynte në shtëpinë e dikujt, ata nuk mund të prekej kurrë, edhe nëse i përkisnin një familje armike. Shtëpia ishte e shenjtë dhe askush nuk mund të thyente këtë ligj. Kjo tregon sa i fortë ishte koncepti i besës dhe i mikut. Në praktik, kjo do të thoshte se një familje mund të shpëtonte jetën e armikut thjesht duke e futur në pragun e shtëpisë. Ky parim e bënte shtëpinë shqiptare një vend të shenjtë, më të sigurt se çdo gjykatë. Në një shoqëri të mbushur me hasmëri, ky ligj ishte një dritë shprese për ata që kërkonin shpëtim. Dënimet e rënda për vjedhje. Në kanon, vjedhja ishte një nga krimet më të rënda. Hajduti që kapej në flagrancë shpesh dënohej më ashpër se një vrasës. Arsyet ishin të qarta. Në një shoqëri bujqësore dhe baritore, vjedhja e bagëtive ose e ushqimit mund të sillte urinë dhe shkatërimin e një familjeje. Ndaj, për të ruajtur rendin dhe sigurinë, dënimet ishin drastike. Hajduti nuk kishte nder dhe humbja e nderit ishte baraz me humbjen e jetës. Ky rregull tregonte se për shqiptarët e kohës, pasuria dhe ushqimi ishin të shenjta sa vetë jeta. Shkallët e burrnisë. Një koncept i veçantë i kanonit ishte matja e burrnisë. Një burr i vërtet ishte ai që dinte të respektonte mikun, të ruante nderin, të mbante fjalën e dhënë dhe të mos tërhiqej nga përgjegjësi. Një burr që nuk tregonte guxim ose që shkelte rregullat e mikpritjes, përçmohej nga shoqëria. Burrnia nuk lidhej me pasurinë apo fuqinë fizike, por me moralin dhe respektin ndaj ligjit zakonor. Kjo i bënte burrat të jetonin në një presion të madh shoqëror, sepse çdo veprim i tyre gjykohej nga komuniteti. Sot, koncepti i burrnisë është transformuar, por në kanon ishte një nga shtyllat kryesore të shoqërisë. Rregullat e mortit dhe varrimit. Në kanon, edhe vdekja kishte ligjet e saj. Varrimi dhe morti duheshin bërë sipas zakoneve të përcaktuara. Nëse një familje nuk i zbatonte këto rregulla, konsiderohej e pabesë dhe humbte respektin e komunitetit. Rituali i mortit ishte një mënyrë për të nderuar të vdekurin, por edhe për të treguar unitetin e familjes dhe të fisit. Mos respektimi i mortit shihej si shkelja më e madhe e nderit. Edhe sot, shumë zakone të mortit shqiptar kanë rënë tek kanoni, duke dëshmuar se sa i fortë ishte ndikimi i tij. Kanoni i Leg Dukagjinit nuk ishte thjesht një libër ligjesh, por një mënyrë jetese që rregullonte çdo aspekt të shoqërisë shqiptare. Ai ndërthurte virtytet më të mëdha si mikpritja, nderi dhe besa, me anët më të errëta si gjakmarrja dhe ndëshkimet e ashpra. Disa prej rregullave të tij sot duken të pabesueshme, por në kohën e tyre ishin të domosdoshme për të mbajtur rendin. Kanoni është një pasqyrë e shpirtit shqiptar, krenar, mikpritës, i ashpër dhe i ndershëm. Një trashëgimi që duhet kuptuar jo vetëm si histori, por si një pjesë e identitetit tonë.